Prej vitesh është besuar se psikopatia prej kryesisht meshkuj, por studimet e reja thonë diçka krejt tjetër. Sipas Dr. Clive Body, një ekspert i psikopatisë korporative, shumë gra me këto tipare kanë kaluar në radar. Jo sepse janë më të rralla, por sepse testet dhe metodat e vlerësimit janë krijuar kryesisht për psikopatin mashkullore. Në vend të dhunës apo agresionit fizik, psikopatët femra përdorin forma më të rafinuara manipulimi, ndikim emocional, gënjeshtra dhe marrëdhënie të shfrytzuara për pushtet apo avantazh. Kur hiqen nga llogaria sjelljet agresive tipike të meshkujve, raporti mes gjinive afrohet në pothuajse 1:1. Në disa ambiente pune, deri në 12-13% e grave mund të kenë tipare të rrezikshme, por të vështira për t'u identifikuar. Body paralajmëron se nuk duhet supozojmë se gratë në pozicione udhëheqëse janë automatikisht më empatike ose më të buta. Për të kuptuar vërtet psikopatin, duhen metoda të reja që marrin parasysh mënyrën si shfaqet tek gratë, sepse shumë prej tyre janë thjesht të padukshme.